Ligjërata dhe fjalimet të zgjedhura të Imam Aliut. Kur ju ndodheshit në terr, e morët përmes nesh udhërofimin që ju ngjiti lart në pozicion, e dolët përmes nesh nga nata e zezë, u shurdhofshin veshët që nuk e dëgjojnë thirrjen. Si mund të mbëri zëri im i dobët të një që mbeti shurdh ndaj zërit të lartë? Vetëm zemra që reh për herë me drojën e Zotit mund ta fitoj paqen. Gjithmonë u jam druajtur pasojave të tradhtisë suaj e ju kam njohur për te veshjeve tuaja gënjyese. Është perdja e fesë që më fsheh nga ju, është vërtetësia e qëllimeve të mia që ju çmaskon tek unë. Për ju ngula në udhët e kësaj bote aty ku kryqëzoheshin shtigjet orientuese, aty ku përplaseshit me njëri tjetrin se s'kishit prijes, e aty ku hapnit puse pa gjetur dot ujë. Sot u jap gjuhë t'ju flasin këtyre gjërave pa gojë, por plot mësi me forcë përshkruese. Mendja e kujt ikën nga unë futet në rrugë qore. Nuk kam dyshuar kurrë tek e vërteta që ditën që mu shfaq, Musa i s'frikej për veten, i frikej zotrimit të padijes e shmangjes. Edhe sot jemi ku ndahet e vërteta me të pavërtetën, etja se vret dot atë që diku ka ujë. Imam Aliu shpreh të njëjtën frikë që kishte edhe Musai, se mos njerëzit kapeshin në rrjetat e intrigave e binin në çoroditje duke u larguar nga feja e vërtet, kurse vet ai nuk kishte frikë kurrë për jetën e vet.